Nuk du me besu, sepse vendi ka nevojë për institucione, ka nevojë për stabilitet, dhe nuk du me besu që kjo çështje lidhet me rastin e zgjedhjes së presidentit apo presidentes. Nuk e kuptoj pse kjo urgjencë kaq e madhe, ne nuk dojmë dhe nuk lejojmë vonesa. Po pse kjo urgjencë kaq e madhe, po vetëm dy arsye më shkojnë ndërmend. E para, që t'i pamundsojmë deputet, pozitës dhe të opozitës, që me diskutimet e tyre, sigurisht se të shprejnë edhe kritika, mirë po t'jepin edhe propozime, edhe alternativa, që sigurisht ndikojnë pozitivisht në këtë dokument ka të rëndësishëm që po shqyrtojmë sot. Dhe e dyta, nuk du me besu, sepse vendi ka nevojë për institucione, ka nevojë për stabilitet, dhe nuk du me besu që kjo çështje lidhet me rastin e zgjedhjes së presidentit apo presidentes. Projekt buxheti propozuar për vitin 2026 është buxhet që menaxhon status quo-n. Kjo si rezultat i rritjes së shpenzimeve operative dhe posaçërisht të transferet dhe subvencionet. Kjo ndikon në rritjen e konsumit, në periudhë afat shkurte, por në periudhë afat gjate, si rritje e shpenzimeve rrjedhëse e zvoglon hapësirën për investime kapitale. Këto shpenzime të rritura për subvencione dhe transfere e zvoglojnë hapësirën fiskale për periudhat e ardhshme dhe sigurisht se do ndikojnë në pamundësinë e zgjerimit të bazës prodhuese dhe eksportuese. Këtu vrehet që ka mungesë të investimeve për sektorët strategjik në Republikën e Kosovës. Disa indikatorë të rëndësishëm makroekonomik dhe financiar tregojnë përkeqësim. Importet në vitin 2025 kanë rritje 11.3% dhe kanë arritur në mbi 7 miliard. Eksportet janë 942 milion, që shënon një rënje të lehtë prej 0.2%. Dhe kjo ka ndikuar në përkeqësimin e deficitit tregtar, ku deficiti tregtar për vitin 2025 e kalon shifrën e 6 miliard eurove. Po, ka rritjet e eksporteve vitet paraprake, jo në vitin 2025, ka rritjet importeve dhe ka përkeqësim të deficitit tregtar.